Beratet e të birit dhe të shpirtit shenjtë. Hyri Zotit tonë Jesu Krisht, dashuria pyeta dhe ndikimi i shpirtit shenjtë, qoftë me ju të gjithë. Vëllezër dhe motra, përfillojmë mishën shenjtë. Këtë mishë ja përshtoj Zotit për Palin dhe Kristinën, të cilët gjatë kësaj mishë do të pranojnë sakramentin e kurorës së shenjtë. Pra, fillojmë jetën sakramentale, prandaj lutim Zotit, që Zotit të bekon jetën e tyre, që të kenë jetë gjatë dhe të lumtur. Ata sot do t'i premtojnë njëri tjetrit dashuri dhe besnikëri. Prandaj t'i lutemi Zotit që gjithmonë këto premtime që ata sot do t'i japin njëri tjetrit, mund edhe t'i realizojnë në jetën e tyre bashkëshortore. Lusim Krishtin që t'ju ndihmon gjithmonë dhe ta kenë mbështetje dhe në përkapje në realizimin e gjitha dëshirave të tyre. Prandaj ju ftoj edhe juve që këtë dhuratë që Krishti na ka dhëruar, që është misha e shenjtë, misteri më i shenjtë që kemi në besimin tonë, që e kremtojmë kishën e shenjtë, që t'ia pushtoni Zotit për të, që Zoti të bekon jetën e tyre. Prandaj përdojmë për gjitha mëkatet tona, kërkojmë falje për to, për të qenë sa më të denjë për të kremtuar këto mistere të shenjta. Po i rafeken, kjo të gjithë kushterësha, dhe juva vlezër e motra, se kam gatnuar shumë, me mendime, me fjalë, me vepra, dhe me dëshime, për fajin tim, për fajin tim, për më të madhen fajin tim. Prandaj po i porositëm se lumës Mari gjithmonë virqe, të gjithë engjëjve, shejtërve, dhe juva vlezër e motra, që t'i luteni për mua, Zotit hyuto. Hyj gjithë pushtetshëm pas të mëshirë për ne në falë të mëkatet tona dhe në përcjellje në jetën e pasosur. O Zot, ki mëshirë. O Zot, ki mëshirë. O Krisht, ki mëshirë. O Krisht, ki mëshirë. O Zot, ki mëshirë. O Zot, ki mëshirë. Të lutemi. Bëj po të lutemi, o Ky i gjithë pushtetshëm, që këta shërtër të tu, Pali dhe Kristina, që po lidhen në sakramentin e martesës, të përparojnë në fejnë qërfejnë e të pasërojnë kishën me fëmijët e tyre. Në për Zotin tonë, Jesu Krishtin, birin tanë, që në ty ata në mbretnon, në bashkim me shpirtin shenjtë Hyj, për të gjithë shekuj të shekujve. Amen. Leximi i letrës së parë të Gjotit të Apostëve, të dashur të tuar njëri tjetrit, sepse dashuria vjen nga Ky, dhe secili që ka dashuri ka rritur prej hyjet e hyjet e mirë. Kush nuk ka dashuri nuk e ka njohur Ky, sepse Ky është dashuri. Ja si dërtua dashuria hyjet e mirë. Hyjet e brojnë në botë një të vetë në vitën e vetë, që ne të jetojmë në sajet e Tij. Dashuria përballet në këtë. Jo se ne e kemi dashur Hyjin, por ai na ka dashur dhe ka dërguar birin e vetë se Ti pajtuese për mëkatet tona. Të dashur, nëse Hyji na ka dashur ashtu, edhe neve na duhet ta duam njëri tjetrin. Hyjin askur askush nuk e ka. Nëse e duam njëri tjetrin, Hyji mbetet në ne dhe dashuria në ne është e përgjithshme. Fjala e Zotit. Mos më flakë nga këtyre sate, mos e që të rëmejë shpirtin të në të shetë. Ma këthe gëzimin e shpëtimit tënë dhe nga forca me shpirt të gatshëm. Dhe unë do të amësojmë të parë udhën e shpëtimit
e fajtonë do të kthehen të sepse ti të kënaqesh në ti, dhe nëse të kushtoj ti shkëmbime nëse të pëlqej, flia për te për hyrë të shpirtit të nuar, te o ky nuk e përbën zemrën të nuar. Ky është dashuri të duar njëri tjetrin sikur se ky na ka dashur ne. Zote qatë me ju, dhe cilën që të shekë si pas mëtë. Në kohë, njëmë sësli që e këtë Jezus e për të në provë. Mësua së të është me i mandë në të milisë. Jezus e përgjithë. Tua e Zotë i vendën me gjithë zemën të, me gjithë shpjetën të dhe me gjithë mendjen të. Kjo është me i mandë dhe i pari o të. E dyti është e karabartë me te. Duaj e tafa me të në përsi me te. Në këtë dy odëri me barit të të ligje dhe perfekt. Fjala e zi. Tani të qëndrojmë në këmë dhe do të vëllojmë në ndarjen e sakramentit të koronës së shkru. Për të dashër fakët e Kristina, e dirarët dhe të shtëpit të Zotit, që dashuria e ju e përgusët të Zotit me unën e shenjë para bashkësuse të kishës të para kësaj bashkësi. Këtë dashurit Krisht e bekarë në begatit. A i pasëran dhe i përcën ata që i ka shugëruar me pakëzimi një sakrament të veçantë, që njëri tjetër të januj besikrinë e përhershme dhe t'i mbanë me vete të tyra tjera të martesës. Prandaj, para kishës për ju pësë për qëllimin tuaj. Palë dhe Kristina, a keni ardhër këto bashkë të rëngim që me lirit të plot të bëni koronë shenjë. A jeni të gatshëm që gjatë tërë jetës suaj në martes të duani dhe të nderani njëri tjetrin. A jeni të gatshëm të pranoni prej hyjt me dashuri fëmijët dhe të edukoni sipas ligjit të Krishtit dhe të kishës së tij. Pra pasi keni vendosur të dilni koronën e shenjtë të martesës, jepjeni njëri tjetrit dorën e djathtë dhe para hyjt e para kishës së tij shprehni pëlqimin tuaj. Pal apo e merr Kristinën për gruan tënde dhe i premton se do të ruash besnikrinë në të mira, në të vështira, në shëndet të mirë dhe në smundje, se do ta duash dhe do ta nderosh në të gjitha ditët e jetës sande. Kristina apo e merr palin për burrin tënd dhe i premton se do të ruash besnikrinë në të mira, në të vështira, në shëndet të mirë dhe në smundje, se do ta duash dhe do ta nderosh në të gjitha ditët e jetës sande. Pëlqimin tuaj që ndërtuat para kishës, Zoti pranon në mesinëve dhe ndikon të ju bekimin e vet, çka ju bashkon njeriu të mos ndaj në mëkatet e lirit në të shpirtit shenjtë. Amen. Tani në bekimin e unazëve.
Zotë e bekoft këto nazat që të t'ja jep një njëri tjetrit në shenjë të dashurisë dhe të besnikërisë, me mërtatet e të birit dhe të shpirtit shenjë. Amen. Faleminderit nazën e Kristinës. Kristina këtë nazë që për të adhuron pali, mbaj në shenjë të dashurisë dhe të besnikërisë, me mërtatet e të birit dhe të shpirtit shenjë. Amen. Kristina mërë. Pali këtë nësë si për të adhuron Kristina, mbaj në shenjë të dashurisë dhe të besnikërisë, në mërtatet e të birit dhe të shpirtit shenjë. Amen. Lutje tjera, kurorës së shenjë, i kemi gjatë meshës shenjë, e tani vazhdojnë në meshët duke lutur Zotin që të bekon jetën e Palit dhe të Kristinës. Mund të ulemi dhe vazhdojnë në meshët. Lutën i vëllezër dhe motra që flia ime dhe juja të dele përqyshme para ky jetate të gjithë pushtetshëm. Zote pravi në fjeri për dorëve të tua, aja dalë për ndere në ti të emrit të ti, si dhe për dobin tonë të mbarë ishës e ti të shumë. Pranoj sa lutjet tona dhe kushtet që për t'i paracesin për ta shërtor të tu, të bashkuar me një beslidhje të shenjtë, beqen e saj të këtyre mistereve, të forconi dashurinë e tyre dhe në hirin tanë, në për Krishtin, Zotin tonë. Zotit qoftë me ju. T'i lartësojmë zemra. Të falenderojmë Zotin hyjen tonë. Për një mendesh për në dengë dhe drejtër të tyre jona dhe bërim shpëtimit, të falenderojmë gjithmonë e gjithkondi. Ty o Zot atë shenjtë, hyj e gjithë pushtetë që ndremë shumë. Ti njeriun e krijuar për mirësi sate, aq çfarë të lartësove, sa që në bashkimin e burrit e të gruas, në la përgjasimin e vërtetë të dashurisë sate. Sepse atë që ti e krijove nga dashuria, ti nuk pushon se ftuarin e ligjin e dashurisë, që të ketë pjesë në dashurinë tënde të amshirshme. Sakramenti i martesës së shenjtë shenjë dashurisë sate, shukuron dashurinë njerëzore në për Krishtin Zotin tonë. Në për te me engjë dhe me të gjithë shenjtë, po të këndojmë himnin e lavdisë sate duke thënë pa pushim. Shenjtë, 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 Zotë i gjithësisë, që dhe tope në bimë tënde, Osana në rasi që vore. Në të vërtetë je shenjtë o Zot bërimi çdo shenjtërie. Ty prapo të lutemi, shenjtrojnë këtë dhuratë me hirin e shpirtit tanë, që të bëhen për ne korpi e gjaku i Zotit tonë Jesu Krishtit. Ai kur vullnetarisht po pranon të mendimet, mori bukën, të falenderoj, e theu u dha nxënësve të vet dhe tha: Merrni e hani të gjithë prej këtij, ky është korpi im që do të flijohet për ju. Po ashtu pasi u kryetar ka mori dhe kelkun, përsëri të falenderoj, u dha nxënësve të vet dhe tha: Merrni e pini të gjithë prej tij, ky është kelku i gjakut tim, i beslidhjes së re dhe të amshuar, që do të derdhet për ju e për shumë njerëz për faljen e mëkateve, bëjeni këtë në përkujtimin tim. Misteri i fesë.
Prandaj e sot duke e përkujtuar vdekjen e ngjallën e të birit tanë, po të kushtojmë bukën e jetës dhe kelkun e shpëtimit, e po të falenderojmë që na lejove të qëndrojmë para Teje dhe të shërbejmë Ty. Po të lutemi me përvojtëri që Shpirti i Shenjtë të na bashkojë në një trup të vetëm, të gjithë ne që po marrim pjesë në korpin e gjakun e Krishtit. Dhe të bjerë në mendë sot për kishën tonë, të shpërndarë në 4 anët e botës, për sasën e dashuri, bashkë me papën tonë Franciskën, me i peshvin të ndodën dhe me gjithë vlerin tonë. Dhe të bjerë në mendë edhe për vëllezërit tanë, motrat tona, të cilët përshuan me shpresë të ngjalljes, edhe për të gjithë ata që vdiqën në mëshirën tënde, pranoj edhe ata në dritën e ftyrës sate. Po të lutemi ki mëshirë edhe për ne të gjithë, që të bëhemi pjesëtar në jetën e pasosëve, në Marinë Virgjën, Ylindëse, në Shën Jozetin, fatën e saj, në shenjtrit apostujt dhe në të gjithë shenjtrit, që gjithë herë të pëlqyemi, që të madhrojmë dhe të lëvdojmë në për Jesu Krishtin, birin ta. Në për Krishtin e me Krishtin dhe në Krishtin Ty atë hyj i gjithë pështetshëm në bashkim me Shpirtin Shenjtë, të qovë çdo nder e lavdi për të gjithë shekuj të shekujve. Me ratën të cilin në kam mësuar vetë Jezu Krishti, Ti drejtokemi atit tonë qellore. Ati ynë, që në qellë, të shenë të ofërë e vetë, ardë mbretëria jote, të bëllë mesa jote, si në qellë ashtë në tokë, duke më tonë të përveçme, na jepë sot, na i falë falë tona, si falën dhe fajtora tanë, e mos në lërë të limë të vdim, por në lira dhe i kishë. Vëllezër motrat e dashur, me lutjet tona të thrasim bekimin e hyjet mbi këta bashkëshorë të rinj, ai që i pajisin në sakramentin e martesës, le të shoqëroj gjatë jetës në ndihmën e vet. Pati Shenjtë, krijuesi gjithësisë, Ti krijove burrën dhe gruan për gjasimin tënd, dhe bashkësinë e tyre mbushe me bekime të mëdha. Me përvojtëri po të lutemi për këta shërtor të Tu, që sot janë lidhur në sakramentin e martesës, mbi këtë nuse Kristinën dhe mbi bashkëshorten e saj Palin, ardh të Zot bekimet e pasur, dhe fuqia Shpirtit Shenjtë ndej zemrat e tyre, që të lumtur në martesën e tyre, ta stolisen familjen me fëmijë dhe ta pastorojnë kishën tënde. Në gëzime të lëvdojnë Ty o Zot, në pikëllim të kërkojnë Ty, bëj të gëzojnë ndihmën Tënde në vështirësi, dhe të sprovojnë praninë Tënde në nevojë, të marrin pjesë në lutjet e kishës sate dhe të jenë dëshmitar të Tu në botë. E kur të arrijnë pleqërinë e lume, bashkë me këta miq që po i rrethojnë, të mbrijnë në mbretërinë qellore, në për Krishtin Zotin tonë. O Zot Jezu Krisht, Ju këta në apostujve të Tu për le paqen, për ja paqen time, mos i shikam mëkatet tona për fejnë e kishës sate, jepi asaj si pas vullnetit Tënd paqe dhe bashkim, Ti që të në mbretnon në shekuj të shekujve. Paqja Zotit qoftë për herë me ju. Të shëndrojmë njëri me tjetrin shenjë e paqes. Ja qenë që hyjet ja që shtyr në katët e botës të më ta që në të thirë në gëstinë e Shenjtë. Kur të vetë, qartë i Krishtë të ushë për jetën e pasosër. Amen.
Korpi dhe gjaku i Krishtit. 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 Mund të para se të themi lutjen e fundit, japim bekimin e Zotit. Dëshiroj që në emër të motrave të nderit, që shërbejnë të familje dhe në emër tim, të raj Falin dhe Kristinën, duke uruar bekimin e Zotit, që është gjithmonë tënkër. Vazhdoni të jetoni me Krishtin dhe gjithmonë do ta keni mbështetjen e ndihmën e Tij. Jetën shpirtërore, nëse do t'jeni të pasur shpirtërisht. Hire dhe bekimet e Zotit do të vazhdojnë të zbrasin mbi ju, sepse kjo është pjesa më e rëndësishme e jetës. Urej gjithashtu edhe dy familjet, si familjen Delia, gjithashtu edhe familjen Kulgega, që nga Pogradeci, njëkohësisht edhe i përshëndes. Urej këtë mitësi që keni lidhur nëpërmjet fëmijëve tuaj, që Zoti ta bekon dhe gjithmonë ta keni bekimin e Zotit. Dhe uroj që edhe të kthehej mirë në familjet tuaja, ju uroj rrugë të mbarë, Zoti ju ruajt. Të lutemi. Po të lutemi, o Ky i gjithëpështetshëm, që hiri sakramentit të martesës të rritet vazhdimisht në këta bashkëshorë të rinj, dhe që fryti i flisë që kemi kushtuar të ndikojnë në të gjithë ne, në për Krishtin, Zotin tonë. Është bekimi veçantë për Palin dhe Kristinën, pastaj bekimi për gjithë ju. Jezus i Zot, që mori pjesë në dasmën e kanës, ju bekoft ju dhe të gjithë të afërmit tuaj. Amen. Ai që deshi kishën e vet deri në fund, e ndikoft dashurinë e vet në zemrat tuaja. Amen. Bëth Zoti që të dëshmonin gjallën e Tij, e ta presni me gëzim shpresën e lume,
Ju dhe të gjithëve që jeni këtë pranë, ju bekov dhe ju ruajt hyje i gjithë pushtetshëm, Ati, Biri dhe Shpirti Shenjtë. Mesha e ndihmoft, shkoni në paqe. Bëndër, duke hapur një kapitull të ri në jetën tënde. Deri sot kemi ndarë shumë gjëra bashkë. Na duke sikur jeta pa njëri tjetrin nuk ka kuptim. Po edhe sot unë nuk ndjej se po distancohem nga ti. Përkundrazi do jem afër teje në këtë kapitull të ri. Dua t'ju shoh të dyve të lumtur shumë. Prandaj urime martesën. Jeta juaj qoftë e mbushur me kujtimet e mira dhe ëndrat e realizuara. Nga vllau Kastrioti Arjeta Ine dhe Gjergje. Urime!